aminoacidet proteina whey zbërthehet në aminoacide, pastaj aminoacidet janë ato që e bëjnë rregullimin, rikuperimin e indeve muskulore të cilët i dëmtojnë gjatë stërvitjeve në fitness. Kështu që BCA-ja ose këto aminoacidet esenciale janë produkti final, i cili thjesht nuk ka nevojë mos zbërthy, po direkt dëpërton në gjak edhe në muskuj. Aminoacidet në rast se dikush ushqehet shëndetshëm dhe mjaftueshëm nuk ka nevojë për asnjërin prej këtyre, siç e thash edhe më herët, por në rast se dikush ushtrojnë mëngjes pa ushqy, atëherë e kanë nevojshme me përdor gjatë stërvitjeve edhe pas stërvitjeve aminoacide. Shkaku që ju duhet energji, ju duhet ushqim, që në realitet përquhet edhe këtë ushqim gjatë stërvitjeve. Ata 8 orë që ndrojnë gjumë, kështu që në mëngjes kur zgjohen e kanë gjendjen katabolike, janë gjendje të lodhë, nuk janë gjendje me ushtruat shumë, por nëse ushtrojnë ata thjesht mundën veç me dëmtu veten. Kështu që këto e luajnë që atë rolin për me mbrojt masën muskulare, me pas fokus ma shumë, me pas energji, me mujt me funksionu tamam gjatë ushtrimeve.